çka nënkupton me eduku fëmijën? Ka shumë domosdoshmë gjëra që duhet të kemi parasysh kur flasim për edukimin e fëmijëve. Mirë, po duhet të përmeni 3 gjëra me rëndësi që kanë të bëjnë me edukimin e fëmijëve. Dhe kjo mënyrë e edukimit konsideroj se mungon. Nuk po them se nuk ekziston, ka alhamdulillah, por mungon. Mungon, nuk është e përmbushur sa duhet. Nuk ka kujdes mjaftueshëm në këto pika që do t'i përmendi. Andaj është çështje e rëndësishme. Çështja e parë të ndërmjetëve që ka të bëjë me edukimin e fëmijëve është se prindi duhet me kuptu se edukimi i fëmijëve në frymën e dorë është përgjegjësi që ka me dhënë për te llogari për Allah të mënduar. Ki mu vetë për fëmijët e tu. Allah ka me të vetë çka ke me fëmijët, ai ke eduku, ai ke mësu, ai ke udhëzu, çka ju ke thonë? Ka me të pyetë Allah i mënduar. Është pyetje që do të na bëhet nga pyetjet elementare të llogaridhënies ditën e gjykimit. Dhe ashtu nga ajo që duhet me mësu fëmijët tonë dhe me edukuar te është edhe vlerat tona. Që fëmiu të rritet në vlerat e duhura dhe të pastërta islame. Cilat janë këto vlera? Dashuria, respekti, turpi, me mësu me pas marrë. Gjërë të ndërëzër, nga e që duhet me mësu fëmijën dhe me edukunte, është edhe çështja e shembullit, modelit. Si kur duhesh më boti, kënë duhesh me njekti, rrugën e kujt duhesh me njekti. Këse fatë keqësisht sot, shumë nga fëmijët tonë realisht janë të orientuar ka modelet që nuk janë të duhura, modelet që janë të gjymtuara, të sakatosura, që janë të kompletuara. E mund të i suksesshëm me një fushë tjetës, po i dështuar në këtë fushë atyre tjetës, të ndërëzër.